për të parë programin me Mbrëma Yje? Mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Bëm shumë mirë. E di, mendom që shtum diçka. Edhe një orë tjetër. Ky emision mundësohet nga Ujqafshtama, Konad Albania, Angel Dax Hyrja. Arbana, lem të bëjtë kërë po kërcim që mos dallohet këmba im. Nuk më besohet e Angel Shkira që ti je prap në këto kushte. Ti u thyve prap. Ti u thyve sërish mes. Mirë se vjen. Mirë që ajo sollëm dhe shiun. Po. Një me e bëm. Se është atë në të shkirë? Më ofrova më pikë, ki për ftyrë dhe që kështë shpof. Jo, e kisha me merak, nga që të lesh këshu me kraun që isha këshu, thashtë të vide pe këmbën. Po, dhe kur të takoj, thashtë vi me kam në thyre. Po të lëti, ti s'lë. Po, falemderit që erdhe me gjithë kushtet e vështira. Faleminderit, më vërën selur, ku më the ke 5 vjetë kështu. Jo, jam shumë emocionuar që jeni prapë bashkë edhe që si mindarë, me 2 fëmijë dhe vini mbas sa u bën? 4 vite? 4 vitesh. Edhe ritakohemi prapë. Plot 4 vjet, thash data sot? Më duket 4 vjet nga finalja që jemi takoja fikse shef. Në këtë periudhë. Wow, asta shumë ka ndryshuar një. E shef me fituesen e Bigut. BBV. Hajde. BBV vi paloni. Hajdeni se sot do na gatuaj Dag, si kam dëgjuar dhe mezi po pres. Mirë se erdhët në kuzhinën time. Mirë se gjetëm. Jam shumë e gëzuar që ritakohemi mbas shumë kohësh. Dhe ne shumë të gëzuar që ritakohemi mbas shumë kohësh. Me 2 fëmijë të shtuar në familjen tuaj të bukur, 2 çuna. 2 djema. Mam çuna është ti domethënë. Po pra, kujtja priste mendja. Kujtja priste mendja. Më kishin thënë që dukesh si mam çuna, që pun kam dashur shumë kem vajzë edhe. Po jen kohë. Ishte vjen e treta vajza. Me këto servisin e fundit që kam bërë. Dyshoj që, por, qef kemi? Nuk është që e kemi thënë që kaq edhe unë bas gender reveal-it të parë, të trevit, do me thënë, i kam thënë direkt të Dagzit ke veshje, okej, u pa puna i dyti shumë shpejt. Dhe kur bët gender reveal tjetër që morën veshje është prap djali, thash shpirt, u pa kjo muhabet. Do vazhdojmë derisa të na dali gocë. Si e njerë? Mirë them. Faktikisht duhet them keq që mos marrin sysh se kur them mirë gjithmonë mund më ti beson te këto besimit? Pak. Kam filluar të besoj pak, po kam filluar të besoj çiksi shumë, në fakt. Kam filluar se është bërë pak klishet ta thuash të gjë, po sa herë që e ndjej veten që jam shumë mirë, e di edhe jo e reklamoj, po e ndaj me njerëzit të gjë që jam shumë mirë, u kriju kjo familja prej 4 vetash, të 2 djemt shumë mirë, gjithçka shkon okej, shtëpia, puna, edhe sa po nisa që të mendoja për pak më shumë nga qa kisha dhe nga qa pasqyroja, ndodhi këmba edhe thash okej, jem dhe stop. Tani qa ndodhi? Ti ishe në shtëpi duke... Po, ne ishim në shtëpi për ditëlindjen e Trevit, duke festuar ditëlindjen e Trevit në shtëpi, edhe po hap të dhuratat, edhe unë desha ti tregoja ndërkohë motrës Dagzit Aurorës një dhurat tjetër, në momenti që kthehem, Trev më del para këmbëve. Dhe duke dashur të ruaj Trevin që të mos e vras, domethënë nuk kisha asnjë zgjedhje tjetër, o duhet vrisja atë, o veten time. Dhe zgjodha të bëja një manovër për të mos vrarë atë dhe u rrëzova dhe u thyva. Kush e prej vesh që jam kuptohet që sa unë atë. Po, si gjithmonë nuk është. Kus jam unë atë. Por realisht i ke këto aksidentet të papritura dhe të pak absurde. Është bërë qesharake, më nuk është për qeshur, po është bërë qesharake sepse kur shkojnë në spital ose kur vajta tani për këmbën, mundoheshin që të më fusnin vigonat për gjak ose i thosha kujdes se kam hekrat e krau. Edhe ato thonin
kete këmba, kete grau, ku më të prek. Thash kështu ka ardhur kjo punë, thash, jam bërë si një lloj roboti, E kam akoma shumë të freskët. Atë momentin kur... Dhe unë se në kraj kam akoma ato. Një nga ato gozat më morin telefon dhe tha, Angel ka thyer krahun, thash, nuk ka mundësi. Nuk ka mundësi të ketë thyer krahun. E di çfarë është e çuditshme që unë ruhem Arbana shumë. Domethënë unë edhe në big jam mundu të mos bëj asnjë lojë ekstreme, përveç asaj që e hëngra e bëra, më yshtën edhe e bëra. Unë jam shumë e kujdesshme sepse unë kam fobi, kam një lloj paranoje nga të rrëzuarit, nga thyrjet. Urdhra. Dhe ja ku i tërheq, më ndodhin pikërisht mua që kam frikë. Tani duhet kesh një kohë rekuperimi të caktuar, ëh? Po. Që duhet kesh kujdes, nuk po, është një periudhë rekuperimi deri në 6 muaj që unë duhet ruhem, nuk duhet ta sforcoj veten. Duhet mbaj faktikisht mjete që të ndihmojnë patérica gjëra të tilla, po shiko, kam banakun sot. Kishte një pjesë njerëzish që nuk e besonin, ëh? Çfarë ishte një reagim që bëre ti për këtë aksidentin e dytë? Për këmbën? Ha. Jo, kishe nxjerr një lajm se kisha bërë aksident të tmerrshëm me makinë dhe isha në rrezik për jetën. Ai që s'besoi në shkrau Arbana. Ai që s'besoi në shkrau. Nuk e besoj në shkrau. Shkrau është lidhur me Big Brother edhe normalisht. Edhe po, si dole për të marrë ta informacione. Po, unë mora informacione, ju bët marketing. Ne bëm marketing. Edhe ka marketing ne bëm, me thënë drejtën. Shiko apo. Tani që kishte i po si ishte planifikuar tani, e kanë merituar se më kanë mbajt mirë. Po tash më duhet ka kaluar në kështu si. Tash bëhet enkas. Ajo shiko, unë që atëherë nga krau i bëra misha, ta më mirëpresin gjithmonë sa herë që thyhem, sa herë që lind. Po sa frikë kam patur për ty moj, budallaqe, realisht kur kam marrë atë ditë në spital, thash, bo, s'është përgjithësi e madhe, domethënë ishte një gjë që kishte ndodhur. Po, ti ishe prindi aty. Prindi isha, po. Kemi edhe një foto madje bashkë, do ta publikojmë këtu. Dax, ti si ke qenë? Mirë. Me thyerjet? Me thyerjet për momentin më duket është një magnet që po i tërheq ane, edhe pse në fakt këto thyrjet e Engjit po më dëmtojnë mua, sipas Engjit. Se Engjit thotë ja, është që theva këmbën që ta kuptosh ti, thash, po çat kuptojnë më. Çat kupton? Po s'dime në atë moment në spital isha e traumatizuar aty e thyer. I thash ma çoj zoti mua, ma thiu kush na kuptosh ti sa rëndësishme jam unë. Sa e rëndësishme është Engjit, sa punën e kryen në shtëpi edhe i thash fatkeqësisht thash për të mirën tëm thash përderisa shahet nuk janë trup tëm. Thash, okej, na do marrim, do kuptojmë ca gjëra nga shahet, po fakton unë jam këmbë. Arbana mi çon muzë, se e di që mbaj. Eksakt, ja jep atë. Ja thash sot ishte smur stomaku me zje. Bukur i duket. Shiko, nuk e mbara mend nga Bigu që Daxi vuante nga stomaku. Jo, gatuante. Që gatuante. A ke gatuar ti brenda në shtëpi? Po, mua po. Ke gatuar? Kam gatuar, nuk është. Jo, nga që kishte Iliri atë si tash se çfarë them ne nga Iliri kemi ngrënë një herë, po thjesht ju është dukur juve nga ekrani ashtu. Çfarë do na nga Daxi? Sot do na gatuaj Daxi, jo Angel, po Daxi. Se duhet bëm kësi, ja. Ka gatuar dhe Iliri kemi ngrënë. Po, gjithmonë. Thjesht unë kam pas rivalitet. Ai s'pranonte të laja unë rrobat, unë s'pranoja të haja gatimin. Çfarë raporti jeni sot? Shumë mirë. Jeni okay? Ekzistojmë gjithë. Jo, e kam fjalën që nuk është jeni takuar ti nuk na ka rënë dot. Unë shikoj, ndoshta distanca, fakti që unë kam shkuar në Prishtinë, më ka bërë që unë të jem shumë e largët me çdo event apo takim apo. Ti po jeton aty tani, Po. Si duket? Unë si në shtëpi time. Ajo është shtëpia ime se kur më pyesin herë si duket Prishtina, të pëlqen. Unë jam në shtëpi, nuk mund ta shaj shtëpinë time që të them si jam okay. Edhe mos të pëlqej se. Jo, po të mos më pëlqente s'do kisha bërë atë zgjedhje, nuk do kisha shkuar të jetoja atje. Unë për shembull, më pëlqen shumë njerëzit në Prishtinë, po unë besoj që vetë nuk do kisha jetuar dot në Prishtinë. Kështu kam menduar edhe unë para shumë vite, thosha çfarë bën njerëzit në Prishtinë? Si jeton dikush në Prishtinë? Se Arbana vetë në Lipjan vjen. Dhe i të Prishtina malë. Vi edhe në qëmër. Vjen edhe në qytet, vjen bën vetë latë bën gjë. Eksakt. Jo, vi edhe në qytet, po thjesht më duket vend pak i zymt. Ndoshta nga koha, sepse përgjithsisht është koha e keqe. Për te koha Arbana, për shembull, Dagzi mund ta konfirmoj këtë, unë e dashuroj sepse ndoshta nga që ne në Tiranë nuk kemi kur borë, edhe s'kemi atë ftohtin që kanë ato atje. Shikoj, ekziston dhe kjo gjë që nuk është i dal rrugëve të Prishtinës dhe heci edhe më mundon Prishtina apo të më duket e zymë. Nga balkoni im, nga dritarja ime, është një panoramë e mrekullueshme me dëbor. Edhe unë e shijoj dhe po porrini atë nga që Daxi ka më shumë punë atje apo pse ka bërë kjo zgjedhje? Është bërë kjo zgjedhje
Ta them unë se është bërë kjo zgjedhje? Po, më thuaj pse. Është bërë kjo zgjedhje sepse shiko, kur dole nga Bigu, edhe ishin ato herët e para që shkoja takoja Dagzin, rria pak, takoja familjarët, takoja shumë njerëz që më kishin suportuar në Prishtinë. Dhe unë ndjeva një dashuri tepër të madhe që ma dhanë ato njerëz aty dhe për mua nuk bënte asnjë lloj diferencë më Tirana me Prishtinën. Pra unë ndjesha njësoj, në Tiranë nuk isha shumë aktive gjithsesi. Pastaj ndodhi dhe shtatzania. Edhe pse unë e kalova në Tiranë shtatzanin, po prap ideja ishte që në momentin që do lindi Trev, ne do transferohemi dhe do jetojmë të dy bashk në Prishtinë, sepse unë nuk mund të shkëputja as Dagzi nga bizneset e veta, nga puna vet. Prishtina ka jetë në natës shumë më dinamike se sa Tirana. Kështu që u bë, Kohëve të fundit. Se jo gjithmonë. Po, shiko, në sezon të verës Tirana nuk është çdo natë, apo në dimër Tirana nuk është çdo natë siç është Prishtina. Domethënë, kjo mendoj që ishte gjëja më e mirë në atë moment që Dagzi ishte dhe vazhdon të jetë në kulmin e tij të karrierës, dhe unë vendosa t'i dedikohem më shumë fëmijëve. Kështu që për mua s'përbënte më asnjë ndryshim Tirana apo Prishtina. Po, se kishe projekte tu. Çfarë do na bësh sot Dax? Të ndërpres kur dal na herë kështu që nxjerr Dagzi për drek, për darkë, ose më duket sikur ikja shtetit. Më duket harroj që jetojmë në Prishtinë, them, po që duket si jashtë shtetit këtu. Madje di po i thoja kur ishim në karburant, dalum tani pak kështu fast food. Tash më duket ja sikur jam jashtë shtetit, si ato çiftet që takohen kështu dates në karburant. Sa mish e shijoni? Çfarë do ham ne sot? Ju pas keni ngrënë fast food, sot ham gjëra. Jo. Me të thonë drejtën, na engjëm shujtë disa herë, çfarë do gatush të arvonë, se do na gatush të shtetit, që unë nuk gatuj me recetë, edhe sinqerisht nuk gatuj me recetë. Po receta që më ka ardhur, do me thënë ka qenë e detajuar, kur në jetën time nuk më ka ardhur për bërësit, një faqe e detajuar që ishte. Mishi duhet kështu, pastaj perimet janë të ndara, djathtrat janë të ndara, ishin të ndara, dhe pastaj gjithë kondimenti, pra të gjitha erëzat ishin të ndara. Po të shikosh edhe Dagzi chatin kështu i ka me listat që janë çoj. Unë janë çoj Dagzi. Ti e strukturuar. Unë se po mungoj ndonjë gjë. Këto janë shumica në shtëpi gjithmonë, ne çam Mo dështon receta apo mungoj ndonjë gjë. Atëherë, çfarë të duhet fillosh? Pse nuk është që do bëjmë gjë, ëh? Pse? Misht. Po sanduiç pra po misht, me misht mirë. Hajde, fillom thuaj çfarë të duhet në një gjë. Shikoj që do të shpjegoj unë shpejt çfarë do bësh se po ja lë sekret se këtyre çfarë do bën. S'ka nevojë. Pse? Dagzi është shumë i mirë në sektorin e mishit, të pastave. Dagzi jam unë, këtu jam. Po, të snacks edhe të fast food, ky është një sektor që e ka ekskluziv, ky se unë jam dobët fare, jam sot. Ka filluar një kompeticion. Ti ke gjithë këto gjëra tradicionale kam bërë unë, që ti unë jam te tavat, ka filluar një kompeticion ku ka shumë përfitues. Do të është një kompeticion pozitiv. Se na dy e kemi një si competition, se kjo gatun ato tavat, ato senet ma tradicionale, po thonë. E unë jam ma shumë të pasta, të mishna, ka kështu, të ashtu, të ma eksperimental. Duket sikur është ushqim herët, po përfitus ka mjaftu shumë. Më fancy. Përfitus kemi shumë. Dhe më thënë unë të dielën kishim motrën e Dagzit, Aurorën me burin e vetë të shtëpia, edhe thashtë ju bëjnë e supë të mirë, thashtë në i tavë, në e kështu. Qa dush të në ato, u qova, unë duke sa ju këto gjëra të e shtëpis, u qova më sfidoj. Ja bëri tacos me qa nuk i futi brënda, qa si bëri, po kjo i maron qik më shpejt se unë, se jam dhe avasht. Edhe i mutin tacos ato, kur erdi buna këtë... Sa hëngrën tavën. Po edhe kjo tradicionale është shumë pak, ta një 2 orë aty, një orë gjys aty, dhe tacos. Po është shumë që vlatimi, është terapia, nuk është? Ne të dy besoj që e fusim tek kjo gjë. Unë nuk e kam mendu kur se unë s'kam qenë fan se e gatimit asnjëherë. Më ka ardhur dorë gjithmonë gatue, po më ka bezdisur shumë procesi after. Në pjatat, këto gjithë gjërat e tjera. Edhe kam menduar që s'është diçka që dua ta bëj. Por në shtëpi me fëmijë, edhe për Trevin sidomos kujdesem që ta i sa më healthy, sa më bio e gjithë të gjërat e tjera. Je nga këto mamat do me thënë. Jam bërë sepse Trevin e kemi lënë një periudhë të haje çfarë këtë qef ai, edhe filloi Trevi ishte orientuar pizza, burger, pasta, çdo ditë kërkonte pasta, edhe thash okay, stop. Abuzimi mbaroi. Tani mami do filloj të gatuaj, edhe mundohem që të gatuaj, edhe kështu kam nisur të eksperimentoj, po bëj pak gjella me presh, po bëj pak këtë, po bëj pak atë, edhe do të ishim i bëshat mira. Kush do ta kishte menduar që ne do bënim këtë bisedë me gjellë me presh, me fëmijë, me gatime. Që e mbajmë kur ke sjell librin atje mbi, thash po çfarë thuar bën. Kush e merr mundimin ti bëj këtë recetë. Shikoj kam gatuar edhe në pikë, ç'është e vërteta, po nuk kam dash të bin sy. Thash po ma marrin shpirtin
aty në kuzhinë 16 veta me net me gatu për këta dhe sa që gatu I them Dagzit, shqyr s'kam gatu në Big. Po, imazhi yt I vajzës së seksi me gërsheta, rebele, veshur me Po ja, kjo është çelësi suksesit. Me tregu që ti bëj të gjitha apo s'do vetë. është larg. Atë mungon ajo kohë? Bigu apo Engji? Engji përpara fëmijëve, gjellës me presh edhe jetesës në Kosovë. Shiko atë tavën e kisha qarë atë me presh një, që ti jemi, se duket sikur është gjellë bazike, po e kisha bërë shumë të mirë. A më mungon? A I vetmja gjë që më mungon mua nga ajo kohë është pamja ime, do me thënë trupi, fiziku, mos kalojmë detaje, se çfarë, tamam, por për pjesën tjetër jo, mendoj që unë I kam shijuar maksimumin atyre viteve, do me thënë unë si kam lënë asgjë mangut, pikërisht kur njerëzit e gjykonin atë gjë që mos ndoshta s'duhet ta bësh këtë, s'duhet ta bësh atë. Por shikoj se kjo është pak e tepruar. Unë jam munduar mos ja lë mangut vetes fare këto gjëra, që kur të vi kjo dita sot, mua mos më mungoj asgjë nga ajo pjesë e jetës. Mendoj që qershia mbitor, do me thënë, ka qenë konkludimi me Bigun edhe aty është mbyllur si etap. E vetmja gjë që do kisha dash në atë periudhë, ndoshta me Dagzin ta shihoni më shumë këtë periudhën, jo jashtë kur dolëm më shumë si çift. Ai di, do me thënë pak shumë crazy të harbonin, ta shifte edhe ky se si ishte Engji e harbuar jashtë, po Spatët, stolako. Si isha shumë interesuar. E di që është më e bukur që mbas 2 vjetëve që kisha bërë trevin, më thënë para se të ngel shtatzan me Kresin, në 2024 kemi qenë u dopsova, erdha në form, do me thënë, edhe ka qenë Sunny Hill, këta kam performuar, vajta 3 ditë Sunny Hill, piva, kërceva, thash kjo jam unë, kjo është Engji që s'ke njohur. Aty e ha zakonisht. Ngela shtatzan. I know. Atë javë. I know. Më pikërisht atë javë. Kështu që ky ndoshta s'do vetë ta njohë atë Engjin e partit. Po, nuk I dihet, mund të ketë një comeback Engji partit në një moment të caktuar pasi të rriten fëmijët. Po si shafi. Po mos ti është mes prap. Për herë të 10. Ti fillon ndërkohë. Çfarë të Po na dëgjoj. Po duhet ndim. Po jo, nuk besoj që do më duhet ndim për një. Okej. Çfarë të duhet? Më duhet është një tigan, po I rafsht. Mos doshta ne duhet të spostoj. I rafsht? Hajde s'ka gjë, se e bëj edhe këto. E bëj edhe këto. Okej. A do maksimum këtë? Fillim max, mos ne e bëjmë në medium. Okej. Se po flasë unë se sigur jam... Shef. Si shef. Ti vazhdo, Dax. Po mirë, pas Bigut nuk ndodhi asgjë në plan profesional përveç fëmijëve, apo jo? Kujto pak? Atëherë, pas Bigut pata oferta. Po. Pata oferta, ka qenë projekti që supozohet që unë do bëja, por të them drejtën Arbana, unë e kisha pritur shumë faktin që të bëhesha. Jo e kisha pritur shumë, se duket se u kisha tentuar gjithë ato vite, po e kisha idealizuar në kokën time që kur të ndodhi, ai do jetë një periudhë që unë do I dedikohem asaj gjëje të jetës time dhe nuk doja që në atë moment që ngela shtatzan të vrapoja tani o bobo se miku karriera, o bobo t'ja marr Bigut gjithë gjën që më dha, nuk shumë njerëz më thonë që çaj duke bër, gjithë të vëmendje, gjithë të kërkesa, pse po jetë poshtë, domethënë interesi im ishte realisht zero. Pastaj kemi folur bashkë që ka qenë biseda për opinioniste, që unë sërish të mendoja që duke qenë se isha postpartum. Sa kisha lindur djalin, dhe mbaj mend shumë mirë që Arbana më ka thënë, po ai do Engji se të gjithë shkojnë punë pasi lindin edhe ti tash. Unë për vete kam shkuar në punë. Po e di. Vetëm se një gjë më duhet. Çfarë? Një kështu. Për durët, një peshqiri duhet. Ja, e kja të jam pikërisht nga ata TikTok-a që sot prek diçka. Ja. Ne shëtisim në kuzhinë me peshqirin ke xhepi. Jo, unë mendoj që fëmijët nuk duhet ta pengojnë një grua që Jo, absolutisht. Jo. Mua nuk më ka penguar, domethënë unë asnjë moment. Roshi. Sta pengu ti. Edi, pse nuk vjen më puthesh ti mua në kuzhinë kur gatuaj unë, a mund ta di? Sepse nuk ndodh me mua kjo. Arbana, lërë se po le çfarë mas kësaj. Fali, Edi, as nuk po gatuan ky dhe ky erdhi e puthi. Vazhdan. Zakonisht Dagzi kur gatuan është në humor. Nëse nuk gatuan, më thënë që s'është daq në humor. Humoram dhe unë zemër prapë nuk më pinë të puthjet. Ne gatu shumë ti. Ne jemi në fillimet e gatimit. Ne jemi sefte në gatim. Edhe nuk është që mua më ka penguar djali që unë të angazhohem. Thjeshtu nuk kam dashur që atë
momentin ta ndajmë asnjë gjë tjetër. Domethënë të gjithë dagzi përfshirë këtu, familjarët, shoqëria, të gjithë më kanë kritikuar atëherë që si ti refuzon të shkosh të bësh opinioniste në gjëra që ti duhet ta bësh patjetër. Se pash më herës. Edhe nuk e ndjeva veten. Nuk e ndjeva veten që ishte momenti të a di ta ndaja jetën mes punës edhe Po pastaj u diskutua që ti do ishe opinioniste në Big Brotherin e Kosovës, mbaj më, që pata lexuar. Po, u diskutua. Dhe di që është e bukur, sa kisha ngjesht ta zanën atë. Po mirë, tash. Tjetër gjë sa po lind me të. E di, ka qenë fillimi e shtatzanisë edhe nuk e dija se nuk është isha në një formë kështë di se qa, kisha edhe trevin që ishte akoma i vogël, nuk është se është një ofertë që unë e refuzova, dhe pse kam qenë mes dy ofertave Tiranës, Goca dhe Gra edhe Bigut. Në fakt oferta për Goca dhe Gra merrte pikërisht ditën që kisha bërë testin e shtatzanisë, domethënë. Tash po ku e gjej, nuk isha gjithë vitin. Po e bëre Goca dhe Gra? Gjithë vitin pushim. Në fillim e kam refuzuar atë ditë, domethënë nuk pranova, mendova që ndoshta alternativë më e mirë do ishte Prishtina se afër. Afër, po. Edhe mund ta ndiqja ndërkohë që isha shtatzan. Por pastaj gjërat nuk më fjetën ashtu si unë e kam karakterin tim. Domethënë, për mua është pak problem të më imponosh një sjellje caktuar apo ca gjëra caktuara. Ndoshta edhe hormonet e shtatzanisë bën vetën, edhe nuk e gjeta veten që atë shtatzani unë të bëja atë lloj pune. Dhe aty pastaj më ka ardhur sërish telefonata për Goca dhe Gra dhe i qëndrova ofertës së parë. Vërtet i bëja 500 kilometra vajtjardhje, Tiranë, Prishtinë. E bëri Goca dhe Gra atëherë? E bëra, okay. Shtatzan. E bëri shtatzan. Asnjëri që kam qenë shtatzan. Okay. Se herën e dytë, domethënë si gjenda aty? Mirë, nice, okay. Ishte një gjë që më thënë të drejtë nuk është që po vdisja ta bëja, ama duke qenë se unë kisha refuzuar gjithë ato ofertat mundshme, gjithmonë kishte një motiv për të refuzuar. Mu duk sikur po të përdoja sërish të pretekstin shtatzania, do duke sikur fshija në një gjë tjetër pas faktit, jo shtatzanin. Tash okay, do e bëj për t'i treguar vetes dhe të gjithëve që unë dhe shtatzan mund të bëj punë edhe mund të shkoj në televizion. Thjesht për mua duhet të jetë dëshira ajo që është më e fortë se sa gjendja fizike. A për shembull, gjendja fizike se kisha fare në martu sot, po. Po, kishe qenë. Po ja ku jemi, po ka gjë ta kam borxhun ty bana. Ja, me pse borxhe. Ka gjë po ta kam borxh, po ta kam borxh. Ai di pse them ta kam borxh, se ndoshta njerëzit nuk e dinë ose ndoshta unë s'e kam thënë mjaftueshëm ose s'e kam diskutuar asnjëherë. Po, unë gjithmonë e kam thënë, nëse nuk do kishe ngulur këmbë ti, unë do kisha hyrë Big Brother fort. Dhe ndoshta as nuk do kishin lënë të jam Big Brother, se nuk është që më kanë pas dashur shef atëherë. Jo, po ti realisht unë mendoj që ke qenë një nga eksponentët më interesant të atij Big Brother, të gjitha Big Brother, patjetër. Shiko, tani me kalimin e viteve ka ngelur pak ajo hija e gjithë. Unë atëherë se se kam kuptuar vetë potencën e gjithë që po bëja, ose atë footprintin, shenjën që po lija, por e shoh që njerëzit ende sot e kësaj dite më shkruajnë edhe kujtojnë çka ka ndodhur dhe ndoshta në sezonet që vijnë kërkojnë gjithmonë një vajzë që rebele dhe çapkëne që të bëj atë që unë mendoj që një nga gjërat më të rëndësishme në atë Big Brother që ti ke bërë është që ke ndryshuar mendimin që publiku ishte për ty. Ai ka qenë qëllimi. Pra, ti tregove të vërtetën Angelin 100% që ishte larg fotove të Instagramit edhe të sipërfaqësores që Instagrami përcjell. Po shiko, ka fali Instagrami që ne japim aty vetëm 10% asaj. Po, dhe sot e kësaj dite japim vetëm 10%, se nuk do dalëm vërtet nxjerr veten tani që jam në jetën që bëj, po nuk nxjerr atë vështirësinë e asaj jete. Dhe Instagrami ashtu po, nuk është që ka pasur, nuk është që ka qenë rastësisht ashtu si ka qenë. Nuk është që unë dilja me bikini se s'kisha si dilja tjetër, apo s'kisha roba. Brenda vetes time ka qenë një rebelim për treguar që dhe nëse jam kjo që dukem kështu, kam gjëra të tjera plot që mund të them dhe që mund të bëj. Dhe Bigu ishte ajo platformë që mua ma dha mundësinë të tregoja njerëzve që përveç bikinit, unë kam shumë gjëra tjera. Është tjetër gjë që dhe media ka dashur gjithmonë, sepse unë kam qenë vazhdimisht në panele. Po asnjëherë panelet apo debatet që unë kam qenë apo intervistat që unë kam dhënë, nuk kanë nxjerr më të mirën e mundshme të asaj interviste, po gjithmonë kam bërë lajmin me një titull abuziv ose ndërrjeshta, kam shkëputur gjëra dhe u kriju një tymnaj që është kjo vajza seksi që vetëm shet me imazh, po që unë besoj që në çdo intervistë që shkoja e tregoja qartazi që nuk është vetëm kjo. Nuk jam vetëm imazh, për Bigu 24/7 ta jep. Jo vetëm ta jep, po unë ndoshta e kërkova dhe pak më ngulëm, se mund, ai di, mund të ta japi, po ti mund mos se marrësh dot atë gjën që do, se ti nuk e di kur kamera është
është apo s'është ke ty. Me thënë, ti mundesh në këtë moment bësh një bisedë wow, që po ta dëgjoj. Është e filetoja e Daxit. Është e filetë të Daxit. Po më budallësh nuk jam Arbana, se unë kam ditë kur kam qenë të la banjën, filluja muhabetet interesante për të banjë. Budallashe nuk je fare dhe besoj që ti e ke shfrytzuar maksimalisht atë përvojën brenda për aq kohë sa ke qenë. Përveç se e kam shfrytzuar, unë mendoj që e kam fituar. Po, patjetër. Unë e quaj vetëm fituesa. Pikun tënd e ke fituar. Nuk e quaj vetëm fare që jam ku di në vendi tretë. Dhe meriton plotësisht dhe nuk ka të bëj fare me as me këmbguljen time, ti do t'ja kishe dalë edhe mos atë vit, një vit tjetër do t'ja kishe dalë që do ishe ishte shfaqur. shfaqur. Jo, ndryshe është. Besoj që te qeni te bigu i parë është një tjetër gjë, është një soft spot, kështu që unë jo se e themi ne që kemi qenë të njëjshi për tu krenuar me njëjshin, po është komplet diçka ndryshe nga çka. Ai për mua që kam bërë shumë Big Brother, është Big Brother për mua më i bukur i të gjitha kohërave. Sepse dinamikat aty kanë qenë shumë interesante dhe kemi qenë naiv. Jo, nuk. Jo, naiv s'kemi qenë. Jo, nuk. Loj ka patur, por loja ka qenë underground. Kemi qenë të kulturuar. Edhe kjo, kemi anet që jetë të gjënaf, ne kemi ditur. Ne kemi dashur që jo vetëm t'japim më të mirën tonë, absolutisht më të mirën që na gjëndet, po kemi dashur të përcjellim një mesazh, do me thënë na ka ardhur keq, nëse dikush ka qenë keq, është dashur gjithë shtëpia të bëjë diçka që ai personi të mos jetë keq. Do me thënë, dhe për atë që mund kemi pat debatin më të madh që debati jonë kur i krahason nuk është shumë larg me debatet e sotshme, nuk e kemi lejuar dot të jetë keq. Çfarë ndjesie të jep ty Big Brother i sot, qoftë në Shqipëri, qoftë në Kosovë? Mua m'vjen keq. Mua m'vjen shumë keq se Bigu është një eksperiencë shumë e bukur që mua po të mpyesë shumë Big Brotherin tim, shpirt mbylli veshët. Unë e kisha bërë 1000 herë. 1000 herë do e kisha ribër Big Brotherin ton, domethënë, sepse është një adrenalin, është një emocion, është një... Edhe pa mua? Jo, pa ty mbase se kisha bërë. Pale, shpirë po të Ne kom përshtypjen që kështu përgjigjen me gojarisht edhe ato që du me ndëgju, a më mrena kështë thonë, ma mirë më së shkona herë që jo, po të më të rishin Daxi e kisha fitu. Kështë merë ta ma me loje, na? Po. Daxi ma ka ish pak vëmendje nga loja. Mendoj që nuk po din ta shijojnë. Nuk po din ta shijojnë, sepse kushdo që ka qenë në edicionin ton, me të mira dhe me të këqijat e veta, në fund kur ka dalë, brenda vetes ka pas një kujtim shumë të bukur. Ka dalë dhe ka patur miq kur ka dalë, do me thënë ka patur partner, ka patur shoqe, do me thënë ka krijuar kujtime të mrekullueshme dhe pyetja për secilin që do e ribënte ose që ka qenë në edicionet e tjera është a emocionohen, a i mbushen syt me lot kur i kujtohet, kur shikon sekuenca, apo kur dëgjon një muzik e cila ka qenë një muzik që e ka dëgjuar aty brenda. Unë jo më larg se mbrëm, dëgjuam një këngë që më kujton gjithmonë largimin e Daxit, dhe unë sërish java. Cila është ajo? E Three Doors Down. I'm here without you. Jo, ajo me London, shpirtë. Arriving in London. Po. Dhe Daxi ka pas këndu këtë brenda. Dhe kur Dax doli, vllai i madh, shumë i mirë dhe i sjellshëm, të nesërmen që në pikë mëngjesit, kur dalë pi kafen. Një rastësi ka qenë. Komplet një rastësi. Ma vë edhe më këput, do me thënë të gjithën. Edhe i thash Daxi sot e kësaj dite, kur e dëgjoj këputem se e ripërjetoj çfarë ka ndodhur. Dhe kjo është e bukura. Nëse ti e bën si duhet dhe ti nuk e programon, ti nuk mundohesh të lësh më të keqen tënde aty brenda, do jetë një kujtim që asnjëherë nuk do të vi turp që e ke bërë ashtu si e ke bërë. Unë këtë këshill do i kisha dhënë kujdo. Kur më pyesin që atë futem ose kur kolegë që thon ka marr ftesën, i them gjithmonë po. Veç ki parasysh që shijoje dhe kur të dalësh, a do ta shohësh veten në televizor se çfarë ke bërë apo pendohesh për gjithë jetën për gjërat që ke bërë. Kjo është ajo, thaj ngel. Edhe mirë është të ngelin gjërat e bukura. Keni kontakt ju me banorët e atij viti? Po, kryesisht po. Dax pak më shumë i rastis, për shkak të punës, ose që vinë në Prishtinë tek lokali i tij, po të gjithë jemi okej me të gjithë. Besoj, nuk sigurisht me dikë jemi më shumë, normale me Benin. Më saktë Beni t'i kërkuj shumë dje se Beni është ajo që është më shumë me mua. Non stop më pyet, më shkruan. Po Beni është e mirë. I falenderoj se dhe më kishin përmendur tek intervista. Më kishin nxjerrë dhe namin që lexosha filxhan.
Po s'ka gjë. Nami na kem thënë vetë sepse ke lexuar fixhan Big Brother ke harruar. Po që kam lexuar Ka pamje. Po që ja kisha gjet. Jo, mua nuk, jo absolutisht. Besoj ke pas oferta mbas atij emisioni. Mu mbushim boksi, ta çoj një foto të fixhanit se ku jet vit ma shofësh. I thash Ja Beni. vjen dy kafe turke. Beni të marrë të mirë, thash se ma pe punë tani. Po që me Benin sigurisht, me Sarën se mi vjen Prishtinë, Me Donaldin? Me Donaldin, them drejtën, unë nuk kam rastisur dhe kemi një problem me njëri tjetrin. Ai më kërkuti ai blokun, po kam përshtypjen që jemi të dy blok me njëri tjetrin dhe nuk e gjejmë dot rrugën që të zhbllokohemi. Se kur jemi të dy blok nuk zhbllokoheni dot? Jo, as ai nuk më gjen dot mua, as unë nuk e gjej dot atë dhe nuk ka nuk e di. Ndoshta kur të hapim në profil tjetër Instagram e mundet. Po mirë, shumë mirë që ka kërkuar që ai gjej bllokun. Po. Besoj, shiko, ne pavarësisht gjithçka që ka ndodhur brenda asgjë tek ne nuk ka qenë diçka që mund të ketë pas urrëtie. Kupton, nuk ka patur urrëtie. Besoj që ha? Fol për vete. Pse? Ti ke pas urrëtie. Do të them pastaj më kujto kam një gjë shumë të rëndësishme për të thënë lidhje me Dagzin. Okej. Ne pavarësisht kësaj të besoj mban mend javën e fundit për shembull që ne na vinte pak keq nga banorët e tjerë, se ne më ishim bë aty përshesh me njëri tjetrin, në javën e fundit kemi ngrënë, ne kemi pije, kemi bë gëzuar, fitov shtije, fitov më i miri. E thosha, imagjino si dukemi takimi dhe përqafimi i Donaldit dhe Ilirit në atë javën e fundit dhe Po. Domethënë dashuria në thonjza atyre të dyve në atë luftën. Arbana ata s'kan qenë asnjëherë keq me njëri tjetrin. Ose di pse keni menduar ju që ata janë kundërshtar. Na kanë hedhur hisyve. Ata kanë kaluar shumë mirë bashkë. Ose kanë luajtur shumë mirë lojë. Po, një personazh tjetër që e ka luajtur shumë mirë lojën është Dagzi. Ja, prandaj tash më kujto, po. Cilën lojë? Nëse më pyesi për shembull kush është lojtari më i fortë që ka pasur Big Brother 1, unë them Dagzi. Sepse njerëzit nuk e kanë njoftur fare se kush është Dagzi. Ashtu, a? Kush është? Kanë menduar që jam unë e keqe, kanë menduar që jam unë e egër. Mua vjen keq që Dagzi nuk ka, ai di që ka heq dorë nga loja. Edhe ndonjëherë kur diskutohet për ribërje, them ndoshta do ishte mirë Dagzi ta ribënte. Po ndoshta a do kishte më mirë të ishte futur vetëm? Asnjë. Nuk mendoj që Dagzi kishte bë pakt prap me asnjë gjë, domethënë nuk e kish heq dorë nga parimet e veta, edhe po të mos kisha qenë. Nuk besoj kurrë që Dagzi do kish luajtur fort, por prap i mbetem asaj që Dagzi ka gabuar, që nuk e ka shpërfaq kurrë atë inteligjencën edhe nuhatjen e vet që ka patur për atë lloj formati. Dhe ndonjëherë vjen keq të them, okay, se ky ka fitu, ka një super gru, ka 2 fëmijë, po ndonjëherë më duket sikur njerëz do kishin njohur komplet një Dagz tjetër, atë që unë arrit ata njoh brenda, se unë rria tepër me të. Po kam lëdhë se Dagzi u urt, se çuni mirë, them kur më thon çuni mirë për Dagzin. Hey. Po flet për ty, ha? Po pret se këtu jam e. Dhe po na vënë për të ngrënë për. Po përfitoj që po gatuan. Dgjoj, ti akoma qemi për qenë opinionista apo jo? Jo. Ja. Më ka kaluar. Më ka hikur ajo dëshira. Nga shtëpia e bëj pak. Vërtet? Nga shtëpia e bëj pak, po. Në përgjithësi. E bën kështu edhe në story? Jo, atë s'e bëj. Atë s'e bëj. Atë më fal çka ke porosit këtu? Provolone. Provolone djathtë. Bravo, shpirт, provolone. A e desha për t'ja bën? Po s'kemi asnjë. Çfarë s'ke? Ata do. Çfarë do? Asgjë. Pana? S'ke pana që apo ka pana? Me vetën kur gatuj. E kam dhe kështu si. Nga shtëpia e bëj, mikeshat e mia atje në Prishtinë mblidhemi, domethënë kemi kështu si night, sepse kanë qef të dëgjojnë, jo vetëm komentime, por fakti që unë parashikoj çdo gjë që do ndodhi. E parashikon? Çdo gjë. Arrit parashikoj situata, arrit parashikoj çdo lloj nominimi, çdo lloj eliminimi, çdo lloj zinxhiri, çdo lloj situate, Pandora apo jo Pandora, çfarë do ketë Pandora brenda, çdo gjë. Angel, çfarë projektesh ke gjëra që do të bësh përveç mëmësisë, prindërimit? Po, një emision me intervista dhe me gatim. Hajde. Klasët, sa marë fillojnë një gjë, vdiqet mi merrni. Ç'keni olla, po ç'keni? Me dhënë drejtë Arbana, kur desha me bë një emision me intervista, unë kështu online, ti isha akoma në televizor. S'ma mori mendja unë që Që do kaloja unë këtu. Po, unë ngela Shtazan shumë herë, edhe ja ku jemi, tani duket sikur të kopjoj ty. Tashi, më i shkati më i shpejti është kjo punë. Kur e ke pushim sezonin, edhe Sezonin unë këtë gjë do ta vazhdoj me thënë të drejtën. me vërtet s'ke plan për pushim. Nuk kam plan të vazhdoj, jep shumë kënaqësi, kënaqem shumë. Shi se jemi më Do fal. rikthesh televizion? Duhet dikush me të vë pyetje edhe ty. Jo, e shikoj, mua kjo më jep shumë kënaqësi. Kjo gjë këtu. Realisht. Sepse është Kjo shtëpia jote. Je vetë zot vetë shkop. Është shumë chill.
Okej, Jo se ka penguar ti ke mua në eksperiencë shumë punën e gjatë on, televizion. po televizioni e dim që s'është Në televizion jam kënaqur dhe kam kaluar disa nga vitet më të bukura të jetës time. Dhe kam vetëm kujtime të bukura nga televizioni ty të ka dhënë më të mirat. televizioni. Më të mirat e mundshme. Dhe jam shumë e lumtur që e kam bërë atë rrugtim për aq sa ka zgjatur dhe jam Në më thënë të do i rikthehesh më kur televizioni. Jo, mund t'i rikthehem televizionit në një moment tjetër, po më po them që për momentin jam shumë rehat këtu. Pastaj nëse do kem dëshirë që të rikthehem në televizion dhe do më marrin, se më thonë që po tash i s'dum ne. Nuk besoj që më ndodhi kjo e fundit, po jo, unë mendoj që kjo është gjëja që ty të fle më shumë në shpirt. Se unë bëj shaka se nuk do bëj emision. Gatime ndoshta e bëj. Unë se bëj gatime njësoj me tu. Jo, ti duhet të bësh diçka në lidhje me komunikimin, nëse ma pranon si këshill, sepse ti je një komunikuese shumë e mirë. Po. Dhe qoftë një emision me gatim, qoftë një emision me opinione, qoftë një talk show, ti duhet të bësh diçka në lidhje me komunikimin. E vërtetë është, shikon, nuk më mungon dëshira dhe nuk është që më ka mungu iniciativa, se sa herë thash, nuk është që s'jam nisur ta bëj. Semër, unë nuk po të vë përpara përgjegjësisë, sepse unë diçka do të thënë të kesh 2 fëmijë të vegjël. Po, jo, se s'dua ta bëj shumë mirë. Dua ta bëj dramatike tani sikur s'po më lën mua ata me bua si gjë. Është një kohë, është një punë me kohë të plotë, se nuk e kuptojnë të as burrat dhe gratë flasin të mjaftueshëm për këtë gjë. Mos ma them, se unë dhe burri s'lim bashkë, të rrisesh fëmijë. Dalim nga fasada Instagramit. Dhe kur flas të rrisesh fëmijë është të çohesh në mëngjes, ti bësh gati, ti çosh në shkollë, ti marrësh nga shkolla, nga kopshti, ti ushqesh, ti dalësh me to, ti çosh në përkurse, të kujdesesh për detyrat e çdo gjë. Qoftë ti kthesh përgjigje kur pyet. Në Shqipëri e marrin for granted, domethënë që e bëjnë gratë dhe dije domethënë. Unë di që burrin tim nuk e pyes ndonjëherë, me kë Helen Kalamajt. Është një pyetje që më vlerësohet vetëm mua. Po. Vetëm mua. Po pse kur Po pse kur e shohin që ndron pamperse na ai që thon, "Ua, sa mirë që të ndihmon." Ndihmon. A thu ti se nuk është ti? Është vetëm i imi dhe kur vjen puna ke pampersi quhet që më ndihmon. Sa që bëjmë sikur po shajm këto hallet e mamave. Duhet thjesht të them që shpresoj gjesh kohë, sepse e kuptoj se sa e vështirë është të bësh gjërat që ti do. Më ke dalë në temë, di pse? Sepse mbas shtatzanis parë dhe mbas lindjes së Trevit, mendova dhe kisha shumë dëshirë të bëja një emision që kishte të bënte jo me mëmësin, atë kontekstin, gjiri, qumshi, këto, po mbi komplet këto paragjykimin ose legjendat urbane që janë mbi të qenurit mame, dhe doja diçka që vinte më shumë në stil mamasita, kupton, një mama moderne, po me kalimin e muajve kuptova që isha akoma në ato buzë, akoma nuk isha kuptuar tamam se çfarë ishte mamësia dhe gjithë padrejtësitë që i bëhen një nëne, jo vetëm në aspektin bashkëtorë, shpirt më fal se ti je shumë burr i mirë, më fal që po të përmendim prapë ty, po kudo. Që ka bërë ky mon? Kush me kënë, ti me mu. Vesh mu mësë më lep. Mos duhet të afrohet në një nga këto kamerat e këto që ka bërë daksi, se ka qarë. Mos do t'i sjellësh këtë i shpirt? Mos do t'i shes në pjatë, fillimisht. Po pjatë do ishte, po t'i pyet më shpirt, po t'i pyet më zemër. Ku janë pjatat, japim pjatat? Daks, me çfarë bëre ti këtë sosë tash të vjedhon në një recetë ty? Që i ka gjithë dakti gjithë gjërat që kemi blerë. E bëra me pana, kërpudha, fillimisht atë yndyrën e mishit, që dalë shumë mishi, me buter kuptuar me rosmarin, me gjak. Pastaj pak pana, në fakt njerë këpurdha, pastaj pak pana, edhe unë i shtoj edhe soja. Do ta provoj edhe unë me soja, se kisha provuar me soja, shikon ti? Po, kryesisht qa do që bëj për për shijet e mija pas e pjekur pak më shumë mishin, unë ha shumë. E ka për shijet e mija. Pje do të pjekur, kemi në gruar, po kemi nërë të Arbana, për Arbanën këtu është. Kjo pjesa këtej është janë me më pak të bjekne. Okej, ja se do i shikoj se këtë është roz. Wow. Normal. Kishin pjatat, ja bëjmë gati, janë gjokun. Ja, janë këtu. Ape atë dolapin aty. Këtë? Me që se ti jetën më lirë. Këtë ku apet kjo për banan? Ja. Okej. Me që unë jam e shkasta. Ti e me shkasta dhe flutur. Gati për maraton. Flutur. Kur më merë Dax në telefon të shikë të kohë shpirt, ku jetë që do bëjë, them ja gati për maraton.
Ku mund t'jem unë me këtë këmbë? Megjithatë, shikoj që e ke marrë shumë lehtëshëm, do thoshte çfarë do bëj. Po çfarë do bëjmë? Jo, shumë mirë. Aty në spital më vinin ato mjekët, infermierë, më shifnin duke qesh, tupi kafe turke, më thonin po, thash po çfarë do bëj ajo tash? Sa ndonjë spital? Po ndonjë ja 5 net. Faktikisht 3 duhet 3 apo 2 thash po ri po relaksohem, me që kur kisha lind s'isha relaksuar. Hotel me 5 yja, Netflix. Edhe kur vajta të bëja vizitën, më tha ajo e spitalit, thash, si ndihesh? Thash, përveç atyre 5 ditëve të spitalit, thash, këto të tjerat nga dalë shpirti në kuzhinë. Thash, shefta që bëre mirë që nejte shumë, jo thash mirë bërë. Jo, po ta besoj. Zëre se braca pushime dimrore. Këto nuk bëra ski, po e kisha në mendje, e kisha ski në mendje. Në fakt kishim bërë në plan të shkonim për ski ato ditë, po mirë që su thyva maleve të... Bëni ski ti? Qa ski bëm ne, Arbana? A bëni, them në përgjithësisë? Jo. Qa ski bëm neve? Ne ku shkojmë ke bora, duam t'ulemi diku brënda, të ham një mish të mirë. Me një shishe verë mirë. Pa, kuptan? Kështu jemi. Unë nuk jam fare tip sportive. Jo, nuk jam. Kemi bora këto tip sandviqa, i puna shumë dvogla. Okej. Tash mos bëhem kështu që po... Pa, mos bëhemi e të përshlyhemi. Po s'ka gjë. S'ka gjë. Ti vendosim të pjata? Edhe nuk është, ta di që nuk është në maksimumin e vetë. Se duket shumë mirë. Kishe gjërat si... Po dash të një tigan që në po thjesht unë komendoj që se si do ta... Mbyllësh. Si do ta ha. Si do ta mbyllësh, si do ta ha. Po këthejmë me kuriz. Këthejmë me kuriz nga kamera. Ja. Okej, ja, se... Daksi e bëri shumë mirë këta kështu. Lë nga goja, e di, se keni atë fatë. Se keni atë fatë sot. Po ka pak. Se janë këto si e sanduiqat e banës aty që këta i gjithë familja. Po kur ankohen për të sanduiqat e tu e bana, kur thonë shtrejnët. Po të s'ke fushit. E do të rish një avë pa ngrënë që ti asha ato. Edhe ju kam thënë. Kash bëj një sanduiq i banës bëjni më të vogla. Jo, Edi thot mos ja zvoglo se ajo është fiks për mua që Edi ha. Po fiks për Edin dhe për burin tim po. Po unë kur shkoj lodhem ta ha, me thënë drejtë, se më duket. Dgjoj, unë ta provoj tani se po më shkon lë nga goja. Ti provoje? Po ta provoj një herë se mos po desim. Ta testoj një herë kështu si para mbretit. Shpit inshallah e ke qa. Inshallah me ke nderu. Inshallah. Se thash jo shpirë, do bësh ti Inshallah po sanduicin. të një me bo fake. Do bësh ti sanduicin, jo unë preshin. E mos filmoni Me bo fake. Me bo fake. Aha. Nuk jo veç ata me bo fake. Më duket I mirë në shpet. I mirë, është super. Më duket krep ka pak më shumë. Është fantastik. Themi mirë se këtë ta bëj. Ne përdor ato sene që është me shumë pak krep, e pastaj i vë dhe krep. Po kjo se nga soj që është pak më shumë krep, po. Po është super. Shumë e mirë. Ja, po se dakë se kam plan të hapi një kështu. Me Në ushqim. Dëgjon. Bana keni ardhur kompioni gjithë gjërat që bëj Në unë. Kosovë mendoj që ka goxha hapësira për të përmirësuar tek ushqimi. Po, pse se ka hapur në qytet brenda, ti po na sjell deri. Te Prishtina Mall sepse aty. Kur isha në spital doja sallat. Po do hapim një pikë edhe. Po atë periudhë ka qenë shumë trafik, se ka qenë 10 orë dhe në Prishtinë vinë dhe këto njerëzit nga jashtë. Edhe nga spitali dhe shoh dakzëm shkoj te bana, thash më mirë një sallatë, thash nga ajo healthy. Shkoj tha po ta sill pas nesër. Sallata s'ka gjë, se sallata nuk ftofet po. Jo, më pëlqen sallata aty. Jo, e kishte për trafikun që do vënohej se është çik larg. Është pak larg. Është vërtet, po ja, po shohim të hapim një pikë në. Edhe unë për sallatë, me thënë drejtë, unë jam çik nazelie sallate. Edhe i vetëmi vend që unë ha sallat në Prishtinë është te bana. Tash më fal se duket sikur bëj reklam tani dhe po të marr me të mira. Unë i porosis gjithmonë të ftuarit para se të vinë këtu që të flasin mirë për biznesin tim. Jo, po ti s'ka fol njëri një fjalë, rrin dhe han, dihet para. Me vërtet? Ose ja, njeriu që gatun. Njeriu që gatuan, që ta di. Ta di pra. Jo, e vërtetë është që më pëlqen sallata atje, me dakzin marrim raviolin me ragu, raviolin me tartuf. Më bëhet qefin, ma bëni shumë qefin. Daksin? E shef? Do na pagush për të reklam? Tashi për këtë reklamë do të paguaj në natyrë. Në natyrë. Jo, për te shaka, me vërtet, kemi qenë, po ne nuk bëjmë kështu. Ne kur du me ndres situatën pak me përgatit, se na burrat e kena pak sistem.
që i përgatitën pak terrenin, në fund të godasin me do iki 30 atje. O kupton? Po. Palestra të Arbana shisit putha kur ndërkohë që po gatun tash palestra do më vonë. Mirë. Bëj plan kështu ditën, i thon ikim sot te bana. Knaqem. Mira, thot e lëm çunin aty, ne ham në gjë aty, them palestra do ndodhi më vonë. Kur do iki 3 ditë në Brezovic. Ndëgjom, po shikoja disa nga Po shef lajmet ti? lajmet e. Se gjitha këtë lajme që po kërkoja. Të mos ngecën si. A janë martuar në fshetësi Angel dhe Dax dhe nuk më kanë ftuar mua në dasëm. Kur? S'ka shans. S'ka shans. Dhe më parë ndarën fshetësi se sa pa të ftuar ty. Kaq, këtë doja të dija. Do martoheni, do bëjmë dasëm. Fiks në temë. Fiks në temë, ja. Po, no? Do bëjmë dasëm, do bëjmë? I po të pyet Arbana, po të pyet. Po, patjetër do bëhet një dasëm. Kur e kemi? Nuk është të planifikuar. Mas 7 fëmijëve. Është problemi edhe prej profesionit, o kupton se unë s'muj me të bush shumë plane, për shembull shumë kohë më herët, o kupton. Okej. Se kryesisht e na dhe si DJ-a, për shembull, u të vjen momenti me bëni tur një muj ditë. Për shpojmë edhe duhet me lënë dasëm, po zomë na muri, na Po meri. flasim për një natë, Jo. po të lë DJ Liku pa Jo, martuar. po tash po të them. Justifikime, justifikime. Unë prap edhe nuk do bëj ndaj dasëm që do të planifikoj një vjet më herët. Ha, pra, se nuk besoj që do jeni. Edhe nuk besoj që ka nevojë enxhi me planifikuar një vjet më herët, se ke i bën kështu plane të shpejt. Arbana thos keni ftu, po ne do të vëmë aty në altar që A do ti? A do ti Dax të marrësh? A do ti Angel? Shumë Në bukur. fakt, mas të thyva këmbën, nuk e dia po merrte me të mira që të ma kalonte atë gjendjen që isha. Janë nisin syt Jo, mamit s'kam tim. shku në Dubai. Syt mamit tim duke fol aty se ja, vitin që në verë do bëjmë dasmën, se e pash një, tash mos ma ngrim mendjen se Gati jam. Ky më thamë, pasi bëjmë 2 fëmijë do martohemi, po s'di çfarë ndodhi me ato plane, s'di shoku. A do këna për aty në që i bën plane? Se planet i bën kjo... Kurdo që ti e dasma, unë pres një herë ftesën. Kjo është Angeli. Kjo është dikush. Kjo është Angeli. Kjo është njona. Ky është Daxi. Kjo është Angeli sot. Po ku e gjeti bashkë në Dubai? Dubai është shemër. Arbana, po ti nga gjitha ato foto... Do bëjmë një lojë. Një lojë që përfshin edhe puthje. Po hajt. Unë do t'ju bëj pyetjet për të njohur se sa në konsistencë jeni me njëri tjetrin dhe nëse përgjigjeni njëri ndryshe nga tjetri, do putheni. Shpirtën e ka bëj me qëllim. Putheni sa më shpesh. Atëherë, që të putheni sa më shpesh, shumë mirë, do dalun këtu tani. Dhe Ama se s'ngritet as shtatë se jam me këmbë thyme, tash më pyetjet janë: Mëse tuj kush kush më bet. është më i duruari? Forlaj. S'është e vërtet ajo që ke nxjerr ti, se unë e di çka ke nxjerr ti, po hajde, nuk është e vërtet. Okej. Mund ta puthni nusen. Da bot, ti këshire qa po të zero, në e këtë zë tjetër. Okej, ktheu në kështu, pra. Ktheu në kështu. Po pra, prandaj se s'doja ta shihja. Kështu. Ja, ti e ke kamerën këtu, ti e ke kamerën atje. Pa. Kush gatuan më mirë? Më mirë në çfarë aspekti? Mishin apo çfarë? Kush gatuan më mirë në përgjithësi? Për ditë përgjithësi unë. Hajde. Po. Edhe me menoj që ti. Edhe ti mendon ashtu. Okej. Kush zgjohet me humor të keq në mëngjes? Po kështu të dy. Lajm. Si zgjoheni jeni kështu? Sa ke gërhit? Më çmene. Pse nuk qohesh ti marrësh ato fëmijë? Kush mban më shumë inat? Kush jeni? Ku moj e notën, ajde. Ti s'ke 3 ditë, mo. Ti s'jep 3 ditë mua bet. Rrim me turin si bebrin. E di, veç tash puf. Çam gjen më me E di, veç këtë? tash me të puf, po. Kush bën më shumë rrëmuj? Të dy vallaj, s'di. Se fiton dhe asnjëri, ë? Jo, të dy. Kove të fundit une. Çorapet e Menaj. dangzit. Po kështu çorapet. Çorapet i lënë për shtëpi? Çorapet e dangzit, po. Okej. Kush shpenzon më shumë para? Por Po nuk po themi për Pelena, po themi kush shpenzon më shumë para për gjëra që ka qef vet. Okej, Dax. Ti, Dax, si ta kisha thënë. si se të kishe besu, mos e beso po deshe. Sa shpenzoj një vit, i shpenzoj një ditë Ja, ky. mëse s'du ta nxjerë si kështu. Po, ta ndjerë si kështu, okej, Po, kuptoj. Kush thot më shpesh të dua?
Okej. Vazhdo ende. Okej. Kush i ndryshon më shumë pelenat më shpesh? Besoj është Angel i këtu, s'ka nevojë fare. Po shans. Qa thua? Wow, bravo. Sa mirë. Ua, bravo, se i the bravo. Pas ke punuar. Vetët janë. E vërtet. Ja, ja vimi që bën. Patriarkati. Ua, bravo. Fail. Se ua bitë mirë. A thu. E vërtet. Unë ja për ngrën, ata bëjnë që kam për të bërë, ky ndron. Okej. Kush i këndon më shumë Ninulla fëmijëve? Dagzi, Jo. e kam një arsye tim. Okej. Ke nxjerr mua, unë s'kam unë kam zërin si gomar. Dag. Dagzi, sepse unë i vë këngët e Dagzit. Okej. Muzikën që Dagzi bën, Unë ja vë. s'knoj. Që s'knon, po këngët e tua janë, shikojnë ata Ato aty. që kemi bërë dhuratën tre. Po Trevit ja vë gjithmonë këngën që kemi për ditëlindje, këngën festive, kështu që Okej. Sulshëm. Hajde. E kam edhe një kështu me plus 16. Hajde. mu se po hisht. Lene fare. Kush kërkon të bëj më shpesh dashuri? Këthej kështë dy. Pushim. Se mjeku ka thënë? Kush kërkan? Ja, kush kërkan? Kush Po kërkon? kërku tani, po sa kena mundësi të shpuna. Po pse qa ka thënë mjeku? Po, A vash o bana se kam heku në këm, a vash? Po ky shkreti pret Unë një si hekur. Kës ka hekur. E di që se ka kë. Po që të bëjo në shkreta, ja, kështu. Kështu ma ka ardhë halja. Për sa kohë ka thënë mjeku që Që, abstinenca, sa do vazhdoj? ja, e s'ka thënë mjeku që ju bëni invalid që të gjithë. Po jo, unë kam akoma dhe një këmbë Arbana tash më na ngacmo kështu. Po se këtë lështat zanë, mo, ti ke friti. Ti ke friti afrohesh. Kë ka filluar lështat zanë. Do prej me i disht. me Bluetooth. Ka dal Bluetooth. Ka dal lami. Po që me bo? Ej, ishte shumë qeftë ju kisha sot këtu. Pse ka qenë shumë mbaroj? Ua, ka shpejt mbaroj? Kemi besoj më shumë se një orë. Po pse, atëherë Arbana pas kanë qenë mërzitshëm ftuarit e tjerë. Se? Po se kur e shoh duket sikur zjat më shumë. Kush ka që të pëlqyer më shumë, me qenë se po... Që më ka pëlqyer më shumë... Shikon, do thosha gocat se i po i dëgjoja me vëmendje se doja dija çfarë do thonin se i njoh. Nga ky sezon, po thonë? Mi kujto pak se i kam parë shumicën. Po, nga ky sezon, Princi dhe Blerta, vajzat që kishin kaluar kancerin, pastaj ka qenë Fevziu, ka qenë Bernlushi, ka qenë... Ti do habitesh, po Blushin e kam parë nga fillimi deri në fund. Unë nuk habitem fare, Sasha e kanë parë gjithë. Fatkesisht, nuk është që doja, nuk ishte personazhet më simpatik për mua, po isha e interesuar të shija se si të shkonte ajo intervistë. Isha kurioze. Si të duk? Jo, më duk që ishte tamam ndoshta e sinqert nga të dyja palët. Nuk më duk sikur as i bëre qok, as të mbajte me të mira. Kupton? Të njëjtën gjë do kisha bërë dhe unë, nuk do kisha mbajtur me të mira, po e vërteta është që deri diku më pëlqeu dhe ai ca gjëra që tha, thjesht antipatia ndoshta e ndërsjellë që kemi për njëri tjetrin. E bën pak që të mos ishte tek këtë. Po ti a ke lexuar librat? Jo, nuk e kam lexuar. Ja, s'e ke lexuar. Nuk e kam lexuar, Florgjini vjen shpesh me librat e tij në dorë, domethënë. Edhe Moj, se tani u kujtova, çfarë ndodhi me ju? Po, ç'futesh mua. Bravo. Çfarë ndodhi? Për Florgjinin shumë mirë është. Për çfarë ndodhi për çfarë? A jeni më shok? Po. Po, ti nuk je me Gracianën dhe me Argjirën. Jo, nuk është që s'jemi, se... Qa ndodhi? Se kam lexuar gjithandej në portale që i ka hequr nga Instagrami. Si është? Me thënë drejtën Arbana, qa gjëra janë shumë të bukura për aq sa zgjasin. Dgjoj, s'ka një gjë që ka njësi që mbarojnë. Jo, nuk është puna që ka njësi që mbarojnë, thjesht ndonjëherë ndoshta dhe unë duhet kuptoj që njerëzit jo gjithmonë do jenë për mua dhe pranë meje kur unë kam nevojë. Kishe nevojë dhe nuk u gjende. Ndoshta tash jo në thyva këmbën, ndoshta a ditë dole lajmet sikur jam në aksident tragjik, sikur mund vdes, ndoshta njerëzit se kanë ditë që unë thjesht është një thyrje këmbë, por lajmet kanë dalë sikur është diçka shumë e madhe. Edhe ndoshta kur i do shumë edhe kur pret shumë nga njerëzit, do të që të shgënjesh, ndoshta është një veprim që unë e kam bë
kështu nxefje në thyrje e sipër, po nuk do doja të shtiresha tek njerëzit sikur çdo gjë është mirë kur brenda meje diçka thyet. Unë nuk hyj te kategoria e njerëzve që bëj gjëra falso apo që shtiren. Ndoshta ish dash ndonjëherë të konservohesha pak, si shteti të filloj të tregohem diplomatike, po unë nuk tregohem dot, nuk e bëj se s'do isha unë, po ta bëja këtë gjë, kështu që preferoj të jem me kartat hapura. Dhe nga të pak personazhet që njerëzit e kanë dashur pikërisht se është kështu. Në një Shqipëri që përgjithsisht duan njerëzit në fakt më ngeli merak një gjë se di Anadel Koha, duke qenë se përmenda intervistën. Po, duke qenë se përmenda intervistën e vajzave dhe ishte një pjesë që ndoshta Sara u kryqëzua, që nuk reagon. Është bërë problem dhe të reagosh. Unë hyj tek personazhet që reagoj. Unë hyj tek personazhet që kështu e kam ngritur emrin tim. Do të thënë, ata që më ndiqnin e dini që unë në story nuk isha goca veç me bikini, unë reagoja. Për çdo gjë kam reaguar. Po kam heq pak dorë. Pse? Kam heq pak dorë, sepse njerëzit, ç'është ndodh diçka, për shembull, dikush u zu, ndodhi dhun, të vinë të bëjmë një presion, pse nuk reagon? Pse nuk reagon? Po ti pse nuk reagon? Dhe okay, thua njerëzit jam mësuar që unë reagoj, edhe reagimin do e bëj kur ta ndjej ta bëj reagimin, dhe ti nuk e bën se të bëjmë presion njerëzit. Ti e bën një moment tjetër kur ti e ndjen, kur realisht thonë kam një gjë që mu fillon më vlon. Dhe Dagzi më thot, sa herë që ndodh ndonjë gjë, më shef se mos shkruaj gjë ti, kupton, kthehet, kështu se e di që unë nuk më mban barku. Se ti reagon. Në momentin që ti reagon, dalin një 10.000 të tjerë. Po ti pse reagove, po ti shif punën tate, po ti këtë, po ti atë. Dikush tjetër thot, po pse ti nuk reagon se ju shifni vetëm punën ju, vetëm kur keni interes ju, dhe ti thua çfarë më bëu vlla, ata them çfarë mendoj, apo të mos e them. Nga ana tjetër shikon ca personazhe që s'reagojnë kurrë dhe janë gjithmonë korrekt. Ta dhuruar, i duan gjithë, bëjnë shumë lek, bëjnë gjithçka. Kupton, janë gjithmonë goca mrekullueshme, djalë mrekullueshëm, sepse askush nuk ja di kur mendimin. Dhe ti vjesh pak në pozitë, nëse do bësh si ata, njerëzit nuk kanë dash se ti ishe si ata. Po dhe nëse ti vazhdon bën këtë gjë që ke bërë gjithmonë, prap do kesh përçarjen. Prap do kesh përçarje. Dhe për shembull, figura si Sara nuk është që njerëzit e kanë ndjekur Sarën se Sara bën reagime. Njerëzit e kanë ndjekur sepse ajo është një vajzë influencer, fashioniste. Po merr dikesh për Sarën sepse Sara atë që tha, kishte shumë genuine dhe shumë të vërtetë. Dhe unë jam nuk plotësisht, e kupton? Nuk u la ndoshta nga paneli hapësira ta shtjellonte siç duhet, por mendoj që kjo ka qenë ideja, që sa të dalësh të flasësh budalliqe. Jo, unë besoj që ishte shumë e qartë ajo që tha. Arbana, nëse mua njerëzit ndjekin, po marr shembull për pantallonat, si vesh pantallonat. Nuk mund të çojmë një ditë bukur e të flas për vathët. Sepse nuk më ndjekin për atë punë, nuk kam një uri për atë gjë. Nuk mund dalë se kanë një audiencë që i ndjek, kanë një përgjegjësi dhe një pjesë e njerëzve që shoh që çojnë ndonjëherë kështu kot hajt se po shkruajmë dhe ne në një gjë. Përfundoi nuk e thon gjërat gabuara. Kështu që sa të thon gjërat gabuara, thon më mirë. Mbaj këtë vendin tim, dhe është okay dhe kjo. Nuk kam se njerëzit çojnë ti thon, po ti, po sikur vjen puna se ju doni vetëm reklama. Ajo është arsye pse ti e ndjek. Ne nëse do ishte ndryshe do e votonim Sarën dhe bënim kryeministër nëse ti e ndjek për këtë motiv. Ose nëse ti mua ndjek për kryeministër, atë po çojmë për ditë po shkruaj gjëra, po shkruajmë për ditë po ankohem, po tregojmë sepse u përmbyt Durrësi, po dalun po e shkruaj se u përmbyt Durrësi. Ama unë nuk jam kryeministre, unë jam Angel Shkira, flas për ato gjëra që unë kam kaos timen për të folur, kam folur për femrat deri vonë, derisa fillojnë vin mesazhe që atë nëse çik druken na ngrën gjitha dhe ti thu po pse vlla unë duhet të çohem tani, ti them këtyre dujeni veten, mos lejoni dikë t'ju prekin me dorë, kur këto çohen, më thon mua, druken mi ngrënë çik gjitha. Që a nuk mendon që është pak hipokrizi në këtë shoqërinë tonë këtyre njerëzve që thon reago, ndërkohë që reagimet këtu janë ose në rrjetet sociale ose pastaj askush nuk del të protestojë, askush nuk del të ndryshojë gjëra reale në këtë. Se duhet të dali të reagojë Arbana, që unë që jam një person normal, që s'jam celebrity apo s'jam person publik, të bëj diçka për këtë gjë. Po pse po se reagoj Arbana, unë s'bëj të asgjë? Se kështu i them, more vëlla, okay, bëra unë statusin. Po ti vet. Pse s'shkove ti, unë kam qenë shtatzan me Trevin dhe atëherë më janë sul shumë keq. Pse s'shkove ti te protesta? Ka qenë një protestë që u bë lidhje me një vrasje të një vajze. Jo vajzë, ka qenë në 2022-shën. Dhe unë e pata postu lajmërimin e protestës dhe thash, unë pa mundësi fizike që t'jem, se unë kam qenë shtatzan, unë s'ullën. Pse, qa që ke ti shtatzan dhe s'viket do të në protestë, qa problemi ke ti? Po mirë, vëlla, ti për vete, a jetu shku? Protesta rrezik 100 veta, pasaj gjithse. Po, a jetu shku ti?
Jo, po më shkoj dot. Po mirë, nëse ti shkon dot që ke gjitha të mirat, pse unë që jam shtatzan, u dashka, me barkun te goja të shkoj të rrezikoj shtatzanin time për të bërë një protest për ato që dhunojnë kur unë as nuk hyj te kategoria që dhunohem më vëlla. Unë e bëj për ju, dhe kur vjen puna ti më sulesh mua dhe ti fillon zgënjehesh. Me thënë nga gjithë kjo dëshirë që ke për të bërë gjëra, ti fillon zgënjehesh nga këta njerëzit që ta dhunojnë hapësirën, ta dhunojnë të drejtën dhe të bëjnë presion që të bësh diçka që ndoshta dhe se ndjen ato momente fare ta bësh. Kështu që është bërë një situatë pak ngërç që ti nuk di nëse duhet realisht të ndash mendimet e tua dhe ka njerëz atje që e kuptojnë atë që e duke thënë, apo të mbash vendin tënd edhe të mos ngatrohesh fare. Është më pragmatiste dhe të luash pak më me kujdes edhe jo të luash, unë se kam për të luajtur se unë nuk prish më fare as që më bëjnë follow, as që më shajnë. Se do thosha tani I don't give a shit për këtë pjesë. Domethënë, mu thjesht, mu më ka përcen pastaj nervi dhe unë dua të kaloj në tjetër nivel debati. Të lutem mos ndrysho asnjëherë. Do përpiqem. Zuar. Po bëj po ti? Me ujë. Po pse? Hajt pak. E sigurt? Oh, Jo, okay. keq është ai. Dax, çfarë do ndodh me ty përveç dasmës që më si pres? Me mu, shumë. Fakt me mu, kur them me mu, në këtë rast them me ne, nëse është pyetja për profesion, kuptohet. Na veç që kena fillu me albumin këtë vit. Okej. Kena lansu dhe më thonë 3 këngë. Edhe 4-ta e fundit është me Dujanën, edhe ajo është dhe më thonë pjesë albumit, kam në dalë edhe tikun në 6 deri në 8 këngë. Ka prap për kështu special guest apo? Po, pa tjetër, se normal unë edhe pjemi nuk këndojmë, edhe nuk e kena në plan me dalë në një nivel të këngëtarit. Dhe pse zë ka? Se jemi mirë ku jemi si producent atë gjë, jemi shumë okej, jemi shumë në rregull me punën, me vetën tonë, po na pëlqen që të bëjmë kështu bashkëpunime, kemi kryesisht se me jemi në thënë gjithë që kryesisht bëhen se na realisht jena arrit me disa prej artistave që sot janë on top, jena arrit edhe si fëmijë edhe për neve është një farë lloj suksesi dhe një farë arritje që kam na met për jetë, që me njerëzit që jena arrit na sot bëjmë bashkëpunim. Domethënë është një gjë që na inspiron në farë. Është e veçantë vërtet. Është e bukur për shembull kur të kupton që edhe me Labinot Tahirin kena këngë, kena bëu për arsye që është Labinoti është një artist shumë i madh, edhe na kena pasur me pas në katalogin toni. Domethënë për secilës me pas diçka që kur të plakemi, kur të ulemi bashkë, kur edhe pijemi mas që dalim penzion, po them, edhe diskutojna. Kemi një bagazh, një katalog shumë të mirë, edhe realisht kjo është kryesisht qëllimi jonë. Se bëhet bashkëpunimi, na nuk bëjmë bashkëpunim as më bëjmë ma të famshëm, as thjesht e bëjmë se na duhet për të ardhmen. E duhem, për shembull dhe si Kresha, që është në bashkëpunim me neve, Ledri, Zumi Arru, Lumi, është Ermali, janë shkret artistë. Majki, do më thonë. Zaza. Po shumë janë, se para 2-3 ditë e bënë një fotografi, na si DJ-a që jem, momentalisht kena 30 këngë në YouTube. Wow. Do më thonë, si DJ-a kena arrit... Ylli Dimani. Si DJ-a, po, pa tjetër Ylli. Si DJ-a kena arrit që na shtat me i bo bashkë, gjitha i kemi një 150 milion views. A shte vështirë me bë muzikë sot me këtë TikTokun që do vetëm këngë catchy, pra gjithçka do t'jetë catchy. Gjithçka do t'jetë catchy, po kryesisht na nuk kena funksionu shumë me TikTok. Unë edhe pjemi me TikTok nuk është që merrem shumë. Edhe tash nuk është qëllimi që me bo një këngë që është për TikTok, se më duket që këngët e TikTokit kanë jetëgjatësi shumë të vogël. Kjo i duhet për klab. Edhe neve na duhet më shumë sene për klab, edhe na kryesisht bëjmë sene që na është edhe sot më nush me ngut, edhe pse ka dalë që 2 vjetë, po prapë është e ka vibe-in e mirë. Me Dujanën është një këngë që ka jetës në TikTok massive, apo den, që kena prit, më thëmë Dujanën është një artist i ri që asë nuk ka naj bashkëpunim deri sot, edhe thjesht e kena bu një bashkëpunim shumë interesant, shumë spontan këta qena, e kena gjuhë një disa sene, e ka shujt pjemi, hej, që kemi që abone, bëjmë një bashkëpunim, po, në regull, as nuk kena taku, du më thonë halo, aj ka punu për i Suedis, na kena punu prej, në fakt, ajna të ku ka qenë Tajlan, më dohet në pushime, na kena punu prej Kosovës, po, edhe shumë ka jetës në TikTok, shumë du më thonë që detë shumë, se nashta kena pas këngë me emra, pak e shkuptime, emra ma të mdhej, që ka një fanbase shumë të madhë, edhe nuk na kanë dimu shumë në TikTok. Algoritmi! Vaj ku i gjimë vetën dhe njerëzit që ka, se
kënga për shembull që thot Dagzi është pak këngë love story, është pak romantike, edhe pak vujtje, pak dashni, aty kanë qef njerëzit kështu gjëra, është edhe... So jo, në vura re kënga pa dalë akoma, unë postova një video, një reels me rastin e 4 vjetorit tonë të lidhjes, dhe kënga video eci frikshëm, share, comment, dhe gjithë pysnin për këngën, qa këngë është kësë, s'është dalë akoma. Kështu që nuk është gjithmonë algoritmi apo keq, në herë do të mirë kënga, më s'është thënë patjetër me bë këngë për të hec, do të më bë dhe të bukur për të dëgjuar, dhe mendoj që kjo... Po, na edhe këngën me erën, për shembull, nuk është që kena synu, me kun një për hitëve të momentit, tjesht kena dash një këngë me erën, kera i strefin, edhe kur ta dëgjon dikush me thonë, mos me thonë është e keqe. Neve kjo na më jafton me thonë, wow, shumë e keqe. Do të thonë është të merr. Se me ftu era i strefin të këngë, të keni përgjegjësi shumë të madhe. Patjetër, po. Se dush me nxjerr sa më mirë, edhe pse nuk ka problem era me nxjerr mirë, se era është vetë star. Krishën festimin të ski asnjë punë për ta me bu, përveç bitës. Përveç që dush me zgjedhë, më tonë ajna ku me krishën në studi, edhe ta shënë me pjemin, e kira një beef hate, një love hate pak, love beef, një farmile. Se për shumë, unë anoj shumë në tjetër stil, pjemi në tjetër stil, po që kjo nga ka bu shumë të veçantë, se për shumë, një kong del, për shumë Sevdalia, është me 20 milion views më dohet në YouTube, unë im kundër me tore, e kam fillim. Fillime, do më thonë, kur unë dëgju si demo, mos më ka pëlqy, edhe unë i thesha next, edhe e shisha pjemin ati ullën edhe nxerë telefonin, së mbeke mas në këngë, të pikëthena tash, se na kena birë, ju e dini, tash birë, se si tu aktivizu për bita, ta unë e veç ato, tha e du, tha tjetër, tha që jam intereson, edhe bish ma ka bo, beson mu, tha, tash po bishka s'po më flen mu, beson bre mu, tha, e kena bo këngë, si demo, në takun të lokali jonë, me majken, me kënë e keni me lumen. Hajde se po i hedhon, hajde se po i në dhe lumi, Zaza u bënëm 5-6 veta, dulë diçka perfekte, do më thonë, është kanga jonë maj sukseshme deri sot, që nashta unë im punë kundër. Po njeve që kjo është që ajo është e bukra, se edhe one kur e du, kur fiksona me një kongë, edhe pjemi thëtë okej, nëse menën, e bojmë. S'na ka dollë deri sot kesh, se të kresha festimi imaginej janë 2 kongë në një, po unë e ka pas bitën që më ka pëlqy mu për ta, pjemi ka pas bitën që ka pëlqy pjemit. Edhe kresha, tash na të ushty për bitën, ishëm të ushty, po se dive ja besha bisë që kjo menoj që ju shkon ma shumë pinta MC Kresha më lërgëzën, edhe veç që Kresha tha, a e krejtët edhe me një të shamë të letë, tha e krejtët, po, tha lëshëm a bitën, tha se po a i këshu tekstin, për 5 minuta që na ishëm të diskutu, të më tonë edhe është një kanë me tekst ko gjatë, edhe u këtheva, thash, ta e kum shkru, tha i bojna dyat. Tha unë përboj vetë, tha me pjemin, e kështë bo bitën me këta stilin e tekstit është që është një pak e shkëtime katunare dhe shërlia, fshatare dhe shtetare. Shërlit, që në do fe bloku këta, shërlit. Unë me festimin jena në të rolin që jena shërlit e klabit, që shvestojnë shërlit shtetarët dhe që shvestojnë pak fshatarët. Në tekst janë bif me zveti ata. Dhe zonë katunare me stel, kjo shërlia me stel, edhe dulë gjitha shumë interesant për 20 minuta. Po ja. Po, Arbana, pëtën që këpër në natës. Për jetë në natës? Unë pyve, pëtën që këpër në natës. Për jetë në natës, a është në punë, që ta pyes? Në puna e. Interesante. A është puna e? Në 99.5% rast. Dalë një herë në 6 mujë për qef. Ti s'del fare? At all? At all. Edhe interesante është që kur e kam njoftë dhe trim këtu, pa thënë është du fare sa me marrë dhe dashura në klab, s'kam qef, kur jam duke bë muzikë, të është, s'ka shansë mos të vi unë klab, dhe unë klab jetoj, s'po të vi kam unë klab. Jo, s'dua, ande, këte, do të që erdi dita, Dagzi me më lutë më shku në klab, se unë... Dhe ti nuk da. Jo, se s'dua. Unë sinqerisht du në klab, me engjën shumë kisha pas qef me dalë, po kur jam unë në punë. Po, mirë, okej. Nuk më lë të pi? Pa. Nuk më lë të pi. Po s'më lë se është më punë. Po që nësë është ti? Po se... është një lajvë... Me hekur të këmba, Kësë është puna e të. është një lajvë përgjësia. Unë edhe motrën për shambull në fillim, i këmë thonë, hajde, kur këmë pasë nevoj ma shumë për përkraje, ma bëjke gjithë, të këti, kur këmë pasë nevoj për përkraje në fillimet e tua, hajde motrë, se më thësha motrën ta me shuqet vetë, hajde, më bojë interesant. Mas ne kur unë veç kisha koncerte, mi haftushim, isha me një pozicion që isha e knasit, dhe isha motër sa mos hajde më. Mos hajde më. Vetëm se interesant, më gjithë njerëzit të pysin. E ndjeva, nga ndodhë një rast, që bukon dikush me mu,
dikush i familjes tem, bile shumë afër, edhe ka ndodhur një problem. Edhe pa dashje ka hongër një shishe në kry. Unë jam shumë merakësh se unë e darë të bash. Kjo vetëm gjuan shishe. Po ato ka më shumë. Nuk ka shishe kjo. E vërtet që bëjmë që agresive në klap se kam që klastrofobi. Në fakt, gjithë interesanta e punës Dagzit është njerëzit në pyesin mu si ja bën ti me punë e Dagzit. Domethënë si e përballon ti pa shkuar në klap. Thash, kur e shoh që vjen i kputur, domethënë, as e marr mundin. Po unë ty të kuptoj se ti besoj ke deficienca e gjuhë njerëz ti do vetëm të flesh. Po jo, pse është vetëm puna aty, shiko, unë do bëjmë tash se duket si fake ose si klishe, unë e njoh, le të themi që e njoh burrin që kam. Kështu se do të pak. Thua ti. Kot. Unë e njoh, jo, për gjithë ato që e di se e paragjykojnë punën e Dagzit është punë natë, edhe mundohen të hedhin pak hije, të hedhin pak spica, i thonë në Kosovë, ose të lëshojnë në i fjalë. Unë e njoh Dagzin, do më thënë. Mendoj që 99.9.9.9 milion % e njoh. Dhe ajo që mua më intereson... Ajo është rrezikshme se Ai 0.001 është djali i mirë. Atë jalë bashkisë. Është djali i mirë. Tash nuk do kam pas bodhi status atëherë një nga çunat më të mirë që kam pas. Po, ke urunje për ditëlindje, vetëm këtë ke urë për ditëlindje. Po, se ja, më ka lënë shije të mirë. Thash po kjo Arbana, thash ne 20 ca banor, sa kemi qenë. Çka ke bërë ti që s'më urime për ditëlindje? Se di, Arbana, se më që e kthym tash kovaj, se e kalon nga burrim që punon në klub. Kalon nga burrim tash. Nuk shkon në klub ai zemër. Burri atë. Të burrim. Po shikoj se edhe ai punë rrezikshme është dhe ajo e burrit tat. Me aktore, me gjëna, sheshgjërime. Që si në zëtë mua betë, në fundit këtë dhe të burrat. Me orare të vona. Kush ka qenë i preferuar i jotë, Arbana, të edicioni janë? Thonë që unë s'kam qenë ndër to. Ti ke qenë nga gocat? Donaldi ka qenë nga çuna. Jo, nga gocat s'kam qenë nën. Po, ti ke qenë nga gocat. Mendoj ka qenë Benjada. Jo, Benjada është shumë e mirë, po shiko, Benjada është shumë e mirë. ka shfaqur Benjada është shumë e mirë dhe unë e dua shumë. Benjada ka shfaqur anën e saj të butë dhe ti ke shfaqur anën tënde luftarake. Dhe mua më pëlqejnë gratë që luftojnë. Okej. Dhe vën kufi. Se ka menduar që të pëlqen Benjada. A dhe Benjada më pëlqen shumë. Po Benjada mbaroi punë me ty në intervistën tatë ikë. Ja. Po ti dhe Donaldi keni qenë, po të gjithë ju kasti ka qenë shkëlqyer atë vit. Okej. Edhe Iliri shumë i mirë. Të gjithë kanë qenë. Po, jo, dhe unë e them që të gjithë mirë. Realisht nëse më pyesin që kush mendon që jo vetëm finalist, po me kë kast doja ta rishikoj apo doja ta rebëj, patjetër që finalistët e mi edhe knajsi në punën me Juve. A thua? Po, shumë. Më duket sikur të kemi... Jo, se pastaj erdhën ata pas kemi... Jo, mirë. Po më duket sikur... Shiko, edhe pak ke qenë shtatzane, gjitha këto më vonë kur e mendoj... Po nuk e mendojnë të gjithë kështu. Më vonë kur e mendoj them do me thënë Arbana është çu, për çdo gjë që është dashke shtëpia, me ardh, ose për shkak kur e mendoj kur ka në spital ke unë ke qenë shtatzan, që nëse kemi ditë, më thënë të gjithë këto gjërat të bëjnë të mendosh... Informacion nga jashtë. Si informacion? Pas ke poste një informacion. Jo, e kam marrë vesh më vonë. Unë në finale e kam marrë vesh që Po, mendoj që puna nuk do justifikime. Dhe qofshin këto edhe shtatzani dhe lodhje fizike. Kur je në punë, je në punë dhe unë në punë nuk bëj kompromise. Kështu që... Jo, e vërtet. Unë mendoj që ti e do shumë punën që bën, prandaj. E dua, vërtet. Mendoj që kjo. Dagzi për shumë sërë që flasim për pjesën e televizionit, pse se more këtë projektin, ose pse se bërë, ose pse u... Se si e 100%. Pse u tërhoqe, unë i them, jo, kjo edhe... Kam përshtypje që edhe kjo dhe unë kemi dalë në konkluzionin të adim të vërtetën që nuk është që unë e dua aq shumë. Ndoshta unë e kam këtë dhuntin për ta bërë, edhe ndoshta kur ndezet kamera unë e bëj atë gjën, por në jetën time të përditshme, nuk është që unë e dua patjetër. Se ka njerëz që e duan Arbana. Ti ke akoma nevojë për dikë, si atëherë te Big Brother, që të thotë, hajde se di unë, e di më mirë se sa ti që do shkëlqej. Ndoshta, pavarësisht se përpiqen shumë njerëz e ditë më shtyn që unë ti rikthehem. Gjithçka ka kohën e vet. Ndoshta kjo është koha kur ti ke akoma nevojë që të qëndrosh. Mua, unë kam problemin ke veti Arbana, unë kam problemin ke situata aktuale që është në media. Mu kjo më... Se s'të pëlqen. Mu kjo më lëndon. Nuk... Okej, ja, po bën një emision me intervista me gjëra, ndryshe të hajtë duhet konkurosh në audiencë, në klikime, në çdo gjë, me një gjë bastarde. Domethënë, tani, a do bëjmë diçka për kokër të qefit dhe do bëjmë një punë tjetër që të bëj lek?
dhe jo këtë gjën për lek, apo do bëj këtë gjën dhe për qef, dhe për lek, dhe për karrierë? Nuk është në ditët e ti më të lehta. Televizioni është vështirë sot. Mendoj që ka humbur shembulli, ka humbur busulla, ka humbur çdo. Është vështirë, po është vështirë edhe për drejtuesit dhe pronarët e televizioneve në një treg shumë të vështirë. Patjetër. Shikoj jo për rritjen e rrjeteve sociale dhe mediave sociale, është shumë e vështirë që ti ta mbash vëmendjen tek ai ekrani. Po duhet bërë diferenca. Televizioni dhe dikush që aspiron të bëjë diçka kualitative nuk duhet konkurrojë me TikTokun. Se unë nëse dua të shoh TikTokun, unë shoh TikTokun, unë nuk shoh Arbanën, nuk shoh televizion, shoh TikTokun. Por unë kur isha te goca dhe gra, do e përmend të si gjë. Vazhdimisht kishte raste që mund të kishte të ftuar që mund mos ishin në pritshmëritë e audiencës ose dhe tonat. Ato ishin më të klikuarit. Mua më thua. Jo, po që kisha lejuar përpara ca javësh edhe kisha më të pak klikuar nga bisedat më të mëndshura ndonjëherë. Nuk po e them, nuk po ta them se ti e di shumë mirë, prandaj thash. Unë e di si funksionon. Por ajo që dua të them unë është ti të vjen e ftuar një super personazh, një super aktore dhe ty të merr 300 views. Dhe ty të vjen një personazh askush dhe njerëzit të sulen të thonë si e keni ftuar ju atë, pse e keni ftuar atë dhe shkon 500.000 views dhe në këtë pikë përgjigja ime për të gjithë njerëzit që më kanë kritikuar për këtë gjë sepse emisioni se bëj unë fund ditës se ka një autor etj, është televizioni po ju jep ata që ju doni të shihni. Sepse ju po s'duam ne, jo, sepse në momentin që ti e klikon 500.000 herë, do të thotë që ti këtë do të shohësh. Jam dakord. Ti nuk do të shohësh dikë që thot diçka të mençur, se po të doja e klikoj atë gjën e mençur. Televizioni nuk mbahet me frymën e shenjtë, televizioni mbahet me klikimet tuaja, me numrat që jepni, me shifrat që jepni, ato shifra i çojnë atij tjetrit që jep lekët. Domethënë, ju jeni ata që këto personazhe i mbanin në ekran dhe kudo. Jam dakord dhe kjo është hipokrizia e publikut. Unë mendoj që ka fajin televizioni, jo. Nga një anë kërkon cilësi dhe nga ana tjetër. Vazhdon të shikoj programe jo cilësore duke thënë, po shohim kotën se s'kishte çfarë më pa. E ke në dorë, ti e heq. E ke pultin e heq. Unë për shkak personalisht refuzoj. Më thënë çajin emisionin që unë nuk i fus fare në kategorinë e gjërave që kanë shansin ta marrin kohën time. Unë në asnjë moment nuk i jap asnjë klikim, asnjë çerek klikimi nuk ja jap. Ndoshta nga që unë e di si funksionon, ndoshta nga që unë nuk realisht e kam integritetin e atij që nuk më intereson një program që është zhglë, kur thonë në Kosovë, por njerëzit do ta kuptojnë që faji nuk është i Enxhit, nuk është i Arbanës, nuk është i tjetrit, nëse ju jeni ata që i klikoni. Por, unë jam me një versioni. Nëse dikur audiencës i jepi ai ushqimi që s'ia dinin emrin, kot për më shumë crudo. Sepse duhet ta edukoshe me një ushqim që se njohin. Sot është bërë për hir të këtyre klikimeve, është bërë okay, përsheshje i pëlqen, përsheshje po i japim. Tani, këtu është dilema. A jemi ne që s'duhet t'i japim përsheshjen që ata duan dhe t'i japim krudën, apo të hajmë të gjithë ato që dim shihen si është? Unë mendoj fillojmë bëjmë secili nga pak për atë që mendojmë ne që është më e mira në të voglën tonë. Ta mbajmë me lekët e xhepit nëse Nuk është e thjeshtë për askënd. Besoj për asnjë palë nuk është e thjeshtë, po të bëjmë çfarë mundemi secili nga neve. Pastaj nuk është vetëm televizion, kjo është gjithandej. Po në muzikë, patjetër. Shiko, kjo nga muzika nisi. Bën 2-3 sene. Se kjo nga muzika nisi, nuk nisi nga televizioni, sepse është njëri që vjen nga televizioni, po kjo është gjithandej. Në kinematografi gjithashtu. Edhe Big Brother e ka. Kur futesh Big Brother, për shembull na tenishe, unë edhe sot nëse isha fut, nuk kisha pas parasysh që janë dy mundësi në Big Brother. Është ai 10% i mirë ose është ai 90% që don çka don. E dim çka duhet, po është edhe një 10% që ndoshta ka më të dashur më shumë se çaj 90%. Tash njëri vendos për kam po don me prodhu, për kam po don me bushojën, si Big Brother, si muzikë. Sa gjeti Daxhin që s'uli veten, që s'bëri asgjë për ta bastarduar situatën. Asnjë gjë. Por bukuri doli, por bukuri bëri lek, ndoshta edhe më shumë se ne kush që ka. Shpirtët tatimet janë rregull, që kemi tregulluar me ato punë. Gjithë ne tani sidomos pasi bëhemi prindër, kemi një tjetër lloj përgjegjësie dhe ajo që mendoj gjithmonë unë është apo bëj një program që do doja që fëmijët e mi ta shikonin. Dhe nëse unë po bëj një program që do doja që fëmijët e mi ta shikonin, atëherë unë jam në rregull. Sepse nuk bëj dot një punë për cilën fëmijët e mi duhet t'i mbyllësh ekranin apo duhet t'i lejosh ta shohin. Kështu që mendoj që edhe një herë në këtë të voglën tonë, të gjithë ne nëse përpiqemi të bëjmë nga pak, ndoshta mund ndryshojmë diçka, por që është e vështirë për gjitha palët, besoj që është e vështirë për gjitha palët në televizion, në muzikë, në kinematografi, është një treg i vështirë. Një pyetje kam unë tani.
Se Arbana dhe heq, po doj këtë pyetje. Jo. Nga këtë vështrimi jot, mendon që Big Brotheri e ka ullur stekën e kualitetit të personazheve? Unë mendoj që Big Brother për aq kohë sa ndiqet, ka arritur atë që do që të jetë programi më i mirë. Jo Big Brotheri në vetvete, sa ai është, përderisa e shoh ule me shoh, unë s'mund të them, stekën e personazheve për të ndjekur si model nga njerëzit, personazhet e Big Brother nuk është se kanë pse të jenë modele për të ndjekur. Sa ajo është një reality, ti fut aty disa personazhe që janë të njohur ose jo dhe nuk domosdoshmërisht nuk janë ato modele për të ndjekur, më të mira për të ndjekur. Në qoftë se ti arrin që të bësh një program të mirë, që ata njerëzit që janë aty brenda të jenë minimalisht kulturuar, cilëshëm dhe të japin mesazhe pozitive, bravo të qoftë, ja del të bësh audiencë me këtë lloj modeli. Por në rast se nuk ja del dot kështu dhe provon një gjë tjetër, në fund të ditës rëndësishme janë shifrat. Dhe në qoftë se shifrat janë të larta, po pra, vetëm jo, kisha thjesht për çështjen e personazhit dhe mua për shkak më vjen shumë keq që artist me emër apo këngëtar super të talentuar i duhet që të futen në Big Brother që të kenë një karrierë. Sepse është në tregu. Ti dëgjon vajza që kanë super zë, që realisht kanë talent dhe kanë hite, që i duhet të futen në Big Brother për të ecur, për të pas koncerte. Mos e shiko Big Brother si një gjë negative, se është një platformë. Jo, nuk është negative, unë e shoh si diçka që bëj këtë punë shumë se me këtë punë jam zëdet. Nga hiti është hit, personazh është personazh. Se do ti mos shërboni hit që i ka 3 bilion streams në këtë botën, edhe ti je 0 personazh. Edhe ti 20.000 followers ose 15. Ashtu siç ka super personazhe në Big Brother që nuk kanë bërë dot asnjë hit ka 2 vjet. Kryesisht edhe nëse mendojmë me marrë sot në menaxhim një artist, ti duhet me mendu për artistin që është komodit publika për artistit, jo për këngë. Se kënga sot është hit, nesër del një tjetër ka nga arrohet edhe ti si personazh ti e humbur. Mund të keq që ne kemi arrit në këtë lloj pike. Po mirë, Bigo po ta japsh atë mundësi që njerëzit. Se më përpara s'ka qenë kjo nevojë që një artist të shkëlqejë duhet futet në Big Brother që të shkëlqejë. Përpara s'ka pas mundësi, s'ka pas gjendje. VIP, artisti e para s'ka pasur Big Brother VIP. Por shiko, në Shqipëri Big Brother është akoma një platformë shumë e rëndësishme që ndiqet shumë. Në përballë nuk ndiqet kaq shumë sa ndiqet në Shqipëri. Në Itali ka dështuar, ka mbaruar tash po bëjmë 6 javë, ka mbaruar në Itali Grande Fratello. Këtu është akoma shumë i ndjekur dhe është një platformë që artistët gjithsesi e shohin si një mundësi për të hyrë. Gjithsesi më beso që nuk është se të gjithë duan të hyjnë në Big Brother, është e vështirë që të bëhesh pjesë e një formati të tillë që të qëndrosh 5 muaj. Është lehtë se ti ke parë çfarë është bërë më përpara. Mua më pëlqen shumë debati dhe ta vazhdoja me ju gjithkohës. E vetmja gjë që do doja të sqaroj meqense jemi këtu, edhe her pas here shikoj tendencën që kanë njerëzit sa herë që diskutohet këtu bëhet debat për Big Brother ose për Top Channel dhe thuhet një mendim i hapur, ka një lloj tendence që se nuk flasin mirë për Topin ose nuk flasin mirë për Big Brotherin ose ka punuar aty dhe nuk flet. Shumë që ma kujtove, se kam dhënë një sqarim. Dua të sqaroj vetëm një gjë, që kur në jetën time nuk kam folur, nuk flas dhe nuk do flas keq ndonjëherë për Top Channel, as më vjen shumë keq të zgjenjej të gjithë, kjo nuk gjë nuk do të ndodhi. Bëre shumë mirë. Më vjen shumë keq, sepse mua vazhdimisht më pyesen. Ne të çfarë të duan, por kjo nuk është një gjë që është në stilin tim. Thën kjo vetëm një gjë desha të shtoja kësaj. Mua vazhdimisht më pyesin njerëzit si është raportiot me Topin, si është raportiot me Arbanën, si është raportiot me këtë, si është raportiot me atë, jo të kanë inat, jo të dun, jo ane, jo këte, jo kështu, jo ta kanë bërë këtë, ta kanë bërë atë. Unë personalisht si Angel, se kam qikë vështirë kështu të them gjërat shumë të mira. Sikur Arbana apo gjithë njerëzit e tjerë që punojnë në Top, apo që bëjnë Bigun, apo që e kanë bërë Bigun që kam qenë unë, fjalët më të këqija të thonë për mua, ku di unë më shajnë me libër nga aja ke zhëja, unë, jo që s'do i shaj, se unë dhe mund të shaj, tash është në gjë që s'më pëlqen dhe mund të shaj, unë do jem mirënjohëse për gjithë jetën time. Mua aftësin e gjërave që kam bërë Big nuk mi ka dhënë as Arbana, as Studion, as Topi, ama mundësin që unë të jem aty, këmbguljen që unë të jem aty, ta bëj atë eksperiencë, dhe sot kem njeriun që dua, të kem 2 fëmijë që i dua shumë se prekem tash mos u prek. Të kem gjithçka që unë kam sot dhe më bën të ndjehem njeriu më të përmbushur, aq e përmbushur sa thash nuk ja ndjej mungesën e ekranit, aq plot e ndjej shpirtin, dhe gjitha këto më kanë ardhur nga ajo eksperiencë. Dhe nuk ka
kurse si që të mos kem mirënjohje. Do me thënë... Ka një problem me mirënjohje në këtë vend që e shikoj unë. Mirënjohja këtu duket sikur bëhet më shumë për të treguar se sa vajzë mirë dhe sa djalë mirë, se sa realisht për të respektuar ose për të treguar mirënjohje ndaj tjetrit. E rëndësishme është ta ndjesh. Unë kam zgjedhur gjithmonë që mirënjohje njerëzve që realisht mua më kanë ndihmuar, më ka dhënë dorën, t'ia jap jashtë ekranit. Dhe besoj që ka shumë forma për të bërë këto jashtë ekranit se sa për të thënë 10 herë faleminderit Angel, faleminderit Dax. Jo, ato statuset, ato postime, Unë mendoj që këtu mirënjohja publike bëhet më shumë në funksion të asaj që ti do të transmetosh për veten tënde që je vajzë mirë, se sa karshi njerëzve ose institucionit në këtë rast për ta bërë publike. Unë kam format e mia që mirënjohjen e tregoj në privatësi të plot dhe nuk dua Ta thash ti nuk e shef që ne shkojmë ke bana, po ne shkojmë lëm lekët atje, na pëlqen ushqimi, marrim njerëz tjerë çon. Mua kjo më mjafton. Nuk dua asnjë deklaratë publike se mua kjo më mjafton. As për status e me tregu që jemi këtu, as asnjë gjë. Edhe që me një mesazh që thash a do vini, u erdhe dhe kjo për mua ka shumë. Gëzuar shpirt. Jo, mos gënje se e ke fshef gotën atje. Ti. Gëzuar. Faleminderit që erdhe. Gëzuar. Ky emision u mundësua nga Uji Qafshtama, Konad Albania, Obu Store. Për të parë programin me mbrëma yje, mjafton të bëni subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.